Spahiu. Drejt ndalemi tek vendimi i gjykatës kushtetuese, a qartëson në fakt përfundimisht se kujt i takon e drejta e nënkryetarit nga komunitetit serb? E drejta e nënkryetarit nga komuniteti serb i takon serbëve që fitojnë mandatin në Kuvendin e Kosovës. E drejta e propozimit i takon atyre që janë në grupin më të madh. Fakti që drejten e propozimit veç një grup politik, në rastin tonë një parti politike, sipas vendimit të gjykatës nuk kupton drejten e vetme që veç ata me pas drejt me e propozu një kandidat nga radhët e tyre. Por nuk është më veç e drejt me propozu, po është e drejt absolute me propozu. Edhe na i bie që vetëm një grup politik ka drejt ta bëjë këtë. Dhe në mënyrë automatike i shtin deputetët të votojnë detyrimisht për atë kandidat të propozuar. Pra, nuk ka mos zgjedhje këtu. Pra, është diçka që u imponohet. Absolutisht. Është imponim i plot. Na kena pas 56 seanca dështume për shkakun se është menu që i takon përveç propozimit, i takon e drejta me propozu veç dikën një subjekti politik. Edhe kena thonë këtë zbën kështu e zbën kështu. Apo? E kujtu? Dhe tash, kena menu që gjykata kushtetuese të i përdor mekanizmat e vetë. Në rastin tonë interpretimet kushtetuese kam i hjek të elementet bllokues me frymen e bashkëpunimit të korrekcisë. Qa ka ndodhur tash? Ka ndodhur që na kemi ardhur në një moment kur gjykata kushtetuese dhe thëtë që drejtën e propozimit e ka veç ky grup politik dhe çdo propozim tjetër konsiderohet antikushtetues. Por pyetja që shtrohet këtu është se a është drejt kushtetuese me votu këndante? A është drejt kushtetuese që në Kuvendin e Kosovës me kanë kryetarin në kryetar çdo deputet i Kuvendit? Pra pyetja themelore është kjo. Nëse është kështu, në mënyrë automatike ne shmangim dialogun, kompromisin, edhe kemi kriju absolutisht mekanizma bllokues për proceset vijues. Unë absolutisht jam i bindur që lista serbe, se fituesi e kësaj të drejte tashme dhe kushtetshmërisht, do të përdor këta mekanizma për kam frikë për të penguar fillimin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kështu mendoj. Ose sepse do të insistoj ekskluzivisht të një emër që nuk i ka votat në Kuvendin e Kosovës. Drejt nuk u shpjegua se çfarë do ndodh në rast se do përsëritej një situatë e tillë ku u tentua edhe me shartë dhe në atë rast se nuk pati zgjidhje tjetër edhe kryetari i Kuvendit i cili tashmë është në detyrë, nuk pati zgjidhje tjetër dhe kësaj shkuan me opsione të cilat tani po dalin të jenë antikushtetuese. Dhe çka do të ndodhë në rast se një herë kon kushtetuese këtu para një kohe. E kujtohet, pra kanë thonë që kjo është logjika, sepse në rast të mos marrjes vesh se kush duhet ose të nominohet të marrë votat, duhet të hedhet shartë për brenda grupit të atij komuniteti që të fitoj shumicën e nevojshme në Kuvendin e Kosovës. Dhe tash nuk del kësaj. Unë mendoj që ka një farë dy kuptimësie në mes të dy vendimeve, atij paraprakut dhe këtij të tanishmit, dhe konsideroj se s'ka shkuar në frymin e eliminimit të bllokadës politike. Askush nuk e ka hedhur poshtë drejtën e shumicës serbe në Kosovë, në rastin tonë subjektit politik lista serbe që të propozoj. Askush nuk është dhënë, s'ta themi një pamundësim i tillë. Por unë besoj që tashmë jemi para një realiteti të ri dhe sfidat që kemi përballë mund të na vendosin vërtet para dilemave të mëdha, sepse konsideroj që vullneti politik i deputetëve të Kuvendit të Kosovës do të mund të jetë ndryshe nga çfarë është precizuar në këtë gjykim të gjykatës kushtetuese, që nuk është akoma i plot, do të presim s'ta themi plotësinë e tij për të parë se çfarë shkruan atë. Po. Doraja, do të vazhdojmë diskutimin vetëm pas pak, sepse në një lidhje